Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë, Silvio Gonzato, i ka dorëzuar sot zyrtarisht progres raportin për Shqipërinë kryeministrit Edi Rama. Gjatë konferencës për mediat në kryeministri, Gonzato tha se Shqipëria është në një fazë vendimtare për negociatat, ndërsa kryeministri Edi Rama shprehu besimin se raporti i 2027-s do të rekomandojë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rregull, atëherë më lejoni të bëj së pari atë gjë për cilën kam ardhur që t'ju dorëzoj raportin e zgjerimit dhe raportin vjetor për Shqipërinë. Raporti i këtij viti publikohet në një moment shumë të rëndësishëm për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. 5 nga 6 grup kapitull negociues tashmë janë hapur dhe po punohet për hapjen e grup kapitullit të fundit. E gjithë kjo është arritur me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe dëshiroj të përgëzoj autoritetet shqiptare për këtë rezultat të shkëlqyer. Ky raport thot shumë gjëra, por mbi të gjitha thot një gjë, që Shqipëria është në rrugën e dur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Dhe duke thënë këtë, raporti ka thënë të tëra. Ndërkohë që patjetër që në këtë rrugë të duhur ka sfida në çdo hap. Dhe natyrisht që raporti i progresit është një gotë e mbushur për gjysmë. Por një lexim ndryshe ka lidhur me këtë progres raport. Kreu i opozitës Sali Berisha i thotë se Shqipëria nuk plotëson asnjë prej kritereve për të qenë pjesë e Unionit përveç atij gjeostrategjik. Pavarësisht e curisë në disa reforma të konstatuara në progres raportin për 2025-ën. Sali Berisha ripërsërit se Shqipëria nuk plotëson asnjë prej kritereve për të qenë pjesë e Unionit, përveç njërit. Përveç kriterit gjeostrategjik, Shqipëria në mënyrë absolute nuk plotëson asnjë kriter tjetër. Berisha komentoi edhe qëndrimin e kryeministrit pas vendimit të dhënë nga kushtetuesja që riktheu në detyrë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Edi Rama thotë ta nxjerrin nga burgu. Ai kishte caktuar atij regjimin e serial killerit. Rreth 2 ose 3 javë më parë, në ora 11 të natës, Erion Veliaj e la qelin dhe nuk shkoi në spital. Ishte në Surrel, ishte këtu, ishte nuk e di. Përpara gazetarëve vijoi denoncimin për tunelin e Llogaras, duke e cilësuar një aferë korruptive direkte të kryeministrit Edi Rama, ndaj të cilit paralajmëroi edhe nisjen e protestave. Do i kërkohet dorëheqja këtij. Do të ketë një dimër të fortë, edhe ne do ja bëjmë edhe më të fortë. Tuneli Llogaras është kryekput një aktet madhore korruptive direkt të Edi Ramës. Lubi Balluku është thjesht masha e tij. Berisha mbrojti kontratën 1.4 milion euro për drejtuesin e fushatës së tij Kris Lasivita, duke akuzuar kundërshtarët në Kampin Roz për mos deklarim të ardhurash. Të paktën 5 milion lubia në firë nuk është nda. Por ka një gjë, ne raportojmë shifrat vërteta, ata mashtrojnë. Kryedemokrati nderoi me 1 minutë heshtje dhe ndarjen nga jeta të ish-zëvendës presidentit amerikan Dick Cheney, që e cilësoi një mik të shqiptarëve, i cili mbështeti pavarësinë e Kosovës. Krahas pensioneve, qeveria do të rrisë nga 1 janari edhe pagën minimale. Kështu kryeministri Edi Rama thotë se ajo do të shkojë në 500 euro me perspektivën që brenda këtij mandati të arrijë shumën e 700 eurove. Nga 1 janari 2026-s, paga minimale do të rritet me 10.000 lek. 307.850 punonjës, cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro, e cilë do të jetë para, po jo e vetmja rritje e këtij mandati, ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Ndërkohë që rritja e pagës për punonjësit në sektorin publik mbulohet nga buxheti, qeveria ka vendosur që për 9 muaj gjatë vitit të ardhshëm të subvencionojë kostot e sigurimeve për sektorin privat për të lehtësuar peshën e rritjes së pagës minimale për kompanitë private.
private. Po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionoj për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Kryeministri që komunikoi përmes një postimi vendimin për rritjen e pagës minimale, njësoj si një ditë më parë vendimin për rritjen e pensioneve, shpjegoi në daljen e kësaj të mërkure dhe kostot që do të përballojë buxheti për pensionistët për çdo vit deri në fund të mandatit, që në total kap vlerën e 1.7 miliardë eurove. Nisim vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishojmë shtesën 200 milion euro plus indeksimi 45 milion euro. Në 2028 e trefishojmë 300 milion euro plus indeksimi 46 milion euro. Në 2029 e katërfishojmë 400 milion euro plus indeksimi 47 milion euro. Dhe në 2030 e pesëfishojmë 500 milion euro plus indeksimi 48 milion euro. Si rritja e pensioneve, ashtu edhe ajo e pagës minimale janë premtime elektorale të fushatës së 11 majit. Ndaj Edi Rama kërkon që këto dy vendime të shikohen si premtime të mbajtura dhe si shenjë mirënjohje për 83 mandatet që u fituan, duke u dhënë besimi socialistëve për të qeverisur. I jashtëzakonshëm. Pesë inspektorë të IMT-s janë arrestuar nga policia e Tiranës me dyshimin se kanë lejuar ndërtimin e 3 vilave pa leje në zonën e Saukut. Po ashtu në pranë ka përfunduar edhe drejtuesi teknik i punimeve si dhe inxhinieri. Ndërsa u shpallën në kërkim 6 persona, mes tyre 3 inspektorë po të IMT-s dhe 3 anëtar të kompanisë ndërtuese, 2 prej të cilëve bashkë administrator. Aksioni i policisë vjen në vazhdën e kontrolleve që po kryen për ndërtimet e paligjshme, ku vetëm 2 ditë më parë në zonën e Farkës u sekuestruan 5 vila luksoze, por pa leje. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, vendosi të pranojë propozimin e Albin Kurtit për të mandatuar Glauk Konjufcën për formimin e qeverisë së re. Partitë e opozitës janë kundër propozimit, duke i quajtur këtë lëvizje si zgjatje të krizës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar Glauk Konjufcën për formimin e qeverisë së re. Presidentja sqaroi se veprimi i saj bazohet në kushtetutë, ku përcaktohet detyrimi i presidentes për të emëruar një kandidat tjetër për kryeministër brenda 10 ditësh nga dështimi i tentativës së parë. Nuk kemi propozim tjetër nga një subjekt apo koalicion, përveç propozimit që ka ardhur nga partia e parë për të mandatuar zotin Glauk Konjufca. Më herët, presidentja zhvilloi takime të ndara me krerët e partive kryesore parlamentare. Ajo bëri të ditur se nëse edhe herën e dytë nuk do të mund të miratohet qeveria, atëherë do të shpallen zgjedhjet. Kushtetuesja ka theksuar se qëllimi i hartuesve të kushtetutës ka qenë gjithnjë të përcaktoj 2 tentativa për formimin e qeverisë, jo një. Më herët gjatë ditës, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti propozoi Glauk Konjufcën për të formuar qeverinë në një mbledhje të përgjithshme të Këshillit Drejtues të partisë. Megjithatë, propozimi nuk ka gjetur mbështetje te partitë e tjera. PDK e quajti veprimin e vetëvendosjes një tjetër përpjekje për të zgjatur artificialisht këtë proces, ndërsa kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku ka kërkuar që kjo shfaqje, sipas tij teatrale, e mandatarëve pa numra të marrë fund, pasi siç thot ai, Republika nuk është lojë elektorale. Edhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj u shpreh që kjo farsë të marrë fund dhe vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Demokratët amerikanë triumfuan në zgjedhjet e 4 nëntorit që i dërgojnë një paralajmërim republikanëve të Trumpit para zgjedhjeve të mesit mandatit të vitit të ardhshëm. Spikat fitoria në New York e Zoran Madmanit si kryebashkiak, të cilin presidenti e kërcënoi me ndërprerje të fondave. Zoran Mamdani është kryebashkiaku i ri i New Yorkut, i vetë konsideruar si demokrat socialist. 34 vjeçari siguroi 50.4% të votave, duke mposhtur rivalin tjetër demokrat Andrew Cuomo, i cili kandidoi si i pavarur pasi nuk arriti të fitonte përballë tij në zgjedhjet paraprake brenda demokratëve për kandidaturën e New Yorkut. Mamdani hyn në historinë e qytetit më të populluar të Shteteve të Bashkuara si kryebashkiaku më i ri në moshë dhe i pari i besimit musliman. Në fjalimin e fitores, Mamdani i drejtoi edhe një mesazh presidentit Donald Trump, i cili e kërcënoi qytetin me ndërprerje fondesh në rast fitoreje të tij.
Nëse ka një mënyrë për të tmerruar një despot, është duke prishur kushtet që e lejojnë atë të grumbullojë pushtet. Me këtë mënyrë nuk ndalin vetëm Trumpin, por edhe despotin e radhës. Shefi i shtëpisë së bardhë u kundërpërgjigj shkurt në rrjetin e tij social me fjalët "dhe kështu fillon". Kandidatët e Republikanëve mundën edhe në zgjedhjet për guvernator të 4 nëntorit në New Jersey dhe Virginia, ku fituan demokratet Mickey Sherrill dhe Abigail Spanberger. Në 4 vitet e fundit në Virginia kanë qeverisur republikanët. Goditja për presidentin Trump edhe në Kaliforni, ku rreth 64% e votuesve mbështetën propozimin për ristrukturimin e ndarjes së zonave elektorale për 52 vendet e këtij shteti federal në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, me qëllim për të dërguar atje më shumë ligjvënës demokrat për të balancuar të njëjtat ndryshime të bëra në Florida dhe Texas, ku shumicën e kanë republikanët. Zgjedhjet e para që pas fitores së mandatit të dytë nga Trump tregojnë tendencën kundër politikave të tij të ashpra ndaj migracionit dhe ekonomisë, që pritet të ndikojnë edhe në zgjedhjet e mesit të mandatit të vitit të ardhshëm, kur rinovohet dhoma e ulët e Kongresit dhe 1/3 e Senatit. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion live. Bashkë miru pafshim.